Kur erdhe nga Italia? Nga Italia kom ardhur në pas 4 viteve. Pas 4 viteve? Në 2021. Po Covidin e kalove këtej apo? Këto kom kalu Covidin, më ka ra Covidi, edhe kom shku në ekstrem. Po kom përdor speca djegës, edhe sot i përdori. E kom përdor hudër, raki i radha, jo me te për i cakin kështu. E kom zhduk me këto trija, se në vishë me i që jep, i kushënjë jam një konë dhe gati. Më ka mundu shumë Covidi. Po, s'ngullit unë. Po ty, kur nuk të mori zjarri, Covid të merte që së merte. Bën sot humor për çfarë ka ndodhur? Për ta harru, apo jo? Është e vështirë. Me kom mërzi me ba, po kur më pyetin kështu, ju deftaja e din, ne kanë marrë vesh gjithë, të arvën mi habitën. Habitën njerëzit kush e kanë marrë vesh, gjithë. Habitën shumë. Të janë djegët me 20% e kanë vdekë. Por problemet, çfarë probleme shkaktojnë? Shkaktoj probleme në mushkëri, probleme në... Në gja, unë e zemën e moshnit, i kom shumë të horta. Ato të shpëtuan? E stomakin, që të janë kryesorët. Atëre, tjerat, pra sa në edhe mendjen. Po, vllazën e motra ke? Vllazën dhe motra? Po, kom i motër këtu, kom pas 2, një më ka vdek, vëllezër, jam veti 6 i vlla. Të gjithë jetojnë? Të 6 jenë gjallë. Të 6 janë gjallë? A dhe ata jetojnë në Tiranë? Po, 3 jetojnë në Tiranë, 3 jashtë jeti. Sa emra keti, 1 apo 2? 2, po, që me emin në avdiu në të herët. E kom pa nërshua, se e kom pas gani emin atje, jam shkua, kom nërshua kur bo pensionin, që mua pensionin, atër mu desht me mua të letra tjera, si e ka emin vaj ma dhe kështu kur që thash do mi këthy avdi. Po si ka mundësi? Ti e ke gani në të vërtet, apo e ke avdi? Avdi. Avdi e ke? Po, gani, me shëshni, gjithkun gani më kanë përdor, edhe komponohen në Hidrës Federal, Badens, në mirë thash në Badens. Mora rrogën e parë, më kishin hu 2 emra. Avdi edhe, gani, ku më theshin njerëzit i shotuaj, logajtari, gani e kish nga tru me avdi. E më kishin hu 2 emra në rrogë. 2 rroga ti? 2 rroga. Herën e parë? Pa. Shkova të shefi kodi, thash, digjo, më kom ma rrogën, po mbaj ma një rrogën tjetër, që i kom emnin avdi, jo gani. E ka analizuaj ata, ka ornu, ka thonë, qoftë falë, rroga e parë, dytën për qojmë si masevit. Ma kanë në kështu. Po, vetëm atëherë të ndryshoj emri në gani, apo e mbajt e lujt e kështu, her gani, her avdi, her gani? Atëherë kom ndryshua. Atëherë ndryshove, Po, në qiqë. Po këtë gruan e dytë, si e njohe? Gruan e dytë me të drejtën, unë e njohta se kisha nevoj se kisha gruan të smurë. Po, si e njohe? Si, kush ta prezantoj? Me shkosi, më thënë a i grua që i ka vdek burri, edhe fmi nuk ka pas me ta. Pse, po të kishte fmi nuk do ta merje do të? Edhe marsha, po me pranuan, si me shërbyrë, do me thënë mua e grua se fmive ka da maj ashtë. Edhe njota, po, najtëm një vit, po nuk shkoj ke mirë me grua të parë. Nuk përnëshin ka da majte. Pse nuk shkon të mirë? Nuk ishin shqep, dëshirë. Ta shti, me rëmëmen, me të morë baba 2 gra, gjithë kosh që ka dhe zishën. Po fajn, shumë të duke dishin që e ka marë për nevoja për grua për veti, po. Avdi, kush duhet më shumë, gruaja parë apo gruaja dytë? Një gja. Ta shti, une nuk muj me i da, se me grua të parë kom 5 ka da maj. Janë bura, po 5. Po janë pa shkollë. Nuk më kanë marrë vesh, më kanë marrë vesh nëna vetë e smurë. Po në shanë minjerë, në ka i kekotë gjithë dëgja. Kurse gruaja dytë, me sjutë, ma ekonomiste, ma ashtu ju kanë bëhe dhe thëmija me shkollë të artë, me ashtu me punë mire, me të në me thënë në janë marrë. Kurse me të parë janë marrë dhe me pistleqe thëmija. Pa shkollë. Vesh ka kanë
Fëmija e dytë, ka kanë bon me i një mua ata, me i fut punën, me jau... Një është. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Flori Gjini.